Po këtë duhet të shkoj... Do të i rejsaj, që mund të dërgoj në kushtetuese. A di si e shkofën që ose kriot? Nëse do të kishin vullnet këtë parti, ta themelonin, ta konstituanin kuvendit, të zgjedhë kryetarin dhe nën kryetar, këtë do ta bënin dhe do të kishte nevojë. Problemi kryesor është që as partia fituese nuk po ka vullnet me dal nga ngërçi politik dhe kandidon 13 herë Albulina Haxhiu. Unë po më habit Ska vullnet, Recaj? Po ndëgjom, në qoftë se ka një zotim publik prej partive opozitare që ndërro kandidatin dhe ta votojmë, pse nuk pe bën hapin? Po pse Albulina Haxhiu qëndron 13 herë njëjtë e propozuar, kur e din që si ka votat? Kryesisht e kanë me zotin Kurti, do thotë kundërshtimi është krejtësisht nga zoti Kurti. Nuk është zoti Kurti që tash i duhet patjetër na ti themi propozo diçka që i pëlqen të tjerëve, se të ke fundit aty ju takon me kushtetut. Aty ju takon po s'pe ta mrrin, nëse s'pe mrrin kjo është e sinqert.